Dëgjojni me vëmendje këtë muzikë fantastike. Megjithatë, ajo çka unë dua të them në këtë video, si shihni kam dalë në pyll. Me thënë drejtën, dola në pyll për të mbledhur, për të shëtitur pak. Edhe thash, po dolën ca bara që mund t'i mbledh dhe të bëjnë sallatë të mirë. Edhe gjeta me të vërtet disa ta mbushur këtu me disa lloj bare ndryshme. Mjafton një për njërë. Mirë po, mua më surprizoi kur pash diçka të verdhë. Sa si pune këtyre, që nuk e prisja, them drejtën e prisja çik më vonë. Këto quhen fefelin në Gjermani, në Shqip, nuk ua di me të drejtën. Ja e kanë këto me fjalë si luspa që janë këto fjetë, si të çatrës, po i kanë të forta, me fjalë kanë nuk u prishen si atyre kopullave të tjera. Edhe këto nëse dikush e di emrin, le ta shkruaj për të tjerët. Edhe u gëzova jashtë mase. Megjithatë, prap kjo video që po bëj këtu, kjo video shkurtër nuk ka të bëjë me këto, por ka të bëjë me diçka tjetër. Por para se të them atë diçka tjetër, do t'i përgjigja dikujt që kishte bërë një koment dhe do t'i falenderoj gjithë atyre që kanë bërë komente, falenderoj për komentet. Sikurse në veçanti, po mos u bëni xheloz ju të tjerë, po në veçanti do një komentues tash nuk ja mbaj mend emrin ota çka aty të dërgoj komentin, që kishte shkruar po fillojnë të hanë njerëzit bar. Nuk ka rëndësi se me çfarë kuptimi e kishte ose secili mund të kuptojë diçka tjetër aty. Megjithatë unë dua t'i thoja që sa mirë do të ishte sikur sa më shumë të fillonin të hanin bar, e kërpulla që ofron në natyrë, sepse duke patur këto dije që i ofron natyra vetë, je një hap ose edhe shumë hapa, varet nga sa dije ke futur, me të vërtet. Dije të vërtet, je i pavarur nga supermarketet dhe nga shumë gjëra tjera. Prandaj mendoj edhe një herë, nëse kishe nga ana tjetër në kuptimi tjetër. Nëse e keshe me fjalë me gjithmend që ja vleka me fjalë, sa mirë do ishte sikur të hanin gjithë, atëherë në rregull, vazhdo, sipas meje, po çfarë di dhe unë fundit. Unë ajo çka di, sa mirë do të ishte sikur në shkollë të mësonim për këto barrat, që i hadhin lopa dhe shumë kafshë të tjera, kërpullat që i hanë dhe insektet dhe gjëra të tjera, sikurse dhe kërminjtë e këta. Dhe të mos mësonin kush e çliroi ose kush ishte di, më si quheshe filani ose si. Historira dhe gjëra të tjera që ndryshojnë çdo 20 vjet, çdo 50 vjet apo çdo 100 vjet. Që ndryshojnë sipas krahut, kush vjen në pushtet apo kush drejton botën, me fjalë gjitha këto me radhë. Kjo do të ishte më e mira, besoj unë. Të mësonim nga disa gjëra në shkollë, ose të paktën se shkolla do fillojë, po do dohet sa kohë fatikisht që të vëditsohet e ndërtohet ai sistemi i ri, por deri atëherë të paktën ne si prindër e kemi në dorë. Që mund të bëjmë diçka në këtë drejtim. Them unë, pasi ja fut prap kot. Megjithatë jam i pa diplomuar në të gjitha këto çka po flas. Mos ma vini re shumë, kalofsh një ditë të mbarë.